Gjithë kanë polemik për të tjerët, nuk e kum kuptu pse jam problem për të tjerët. Por her pas here kam vërej që ti ngarkohesh nga facat, ngarkohesh nga ndjekësit. Prej ditës që ka dalë kënga e festivalit, mu m'janë vërshu një sër komentesh negative duke ma mallku qunin. Du djalin me e pregadit që është të e prit një bote egër. Shqetësoni, është i këngë, s'të pëlqen kënga? Në rreje. Dhe më thonë ti futesh në një garë që pretendohet që ma në fund është fair, edhe pastaj thuhet është paracaktuar fituesi. Po ju si ndjeni si artist kur dëgjoni këto gjëra? Si djerë. Edhe lekët që na kanë taku me i marrë, s'na i kanë dhënë kurrë. Qa more nga Big Brotheri? Qa të dha? Më ka dhënë një mësim këgja të fort. Dhe kur njetas në nuk më ka shku që a di si ka më propozu. Emrin e kom Filloreta Raqi, inshallah shumë shpejt patushin. Akoma fejuar jeni ju? Po. Do dasëm tamam. Qyq. Me Florin Siet. Dhe shkoj t'ja thuj derën. S'ka ngel gjë tjetër. Jo, këto artista janë bo krejt. Në fakt janë performus. Momentit që unë do dalë me koncertet e mia, unë nuk shkoj më në për klube. Ndoshta nuk e ke fatin e çmimit parë, po çmimi i parë nuk është gjithmonë me fat të madh. Unë edhe Kozma Dushi. Në vazhdim. Kur je në këtë industri, fatura që e merr në fund është kjo, o kanë me të shoh, o kanë me të lavdu.